Po një ari tokë për shembull, sa kushton? Një ari tokë kushton 3.500 euro. 3.500 euro një ari? Po, me kemi edhe një villa kena, ajo është me 3 orë bërë. E që i bjen krejt komplet? 100.000 euro. Në gjdo katon që përshkojna, se cili katon e në tjetrin po vjen çmimi hala ma i larë se tjetri. Kjo po i bjen që nështë po i kthehet vlera edhe fshatrave tash, po që tash për tash po ndërtojnë edhe villa mbi 100.000 euro. Si në fshat, mo qështu, dikush me bakti, dikush qështu, në për gërbet, kajtë të rritë, në qytet. Hiç s'kam barak, hiç. Me konë rrethin Malisheve, se në qytet. Se për në qytet, me honë bashkajnë Prishtinë, ose në kush ka sovi ju, kur në mamush me anë një zëvëri me to. Përshëndetje për të gjithë miqtë e mi nga unë Eliona. Sot jemi në fshatin Kleq të komunës së Malisheves. Ne jemi sot këtu sepse unë dasha me hap storën pikrisht këtu në kompleksin memorial të brigadës 121 Ismet Jashari Kumanova. Këtu janë të varrosur 62 dëshmorë. E ky vend është njëri ndër themelet e lirisë dhe pavarësisë, që shkaku i tyre ne sot flasim shqip. Hajde bashkë me mua që ta shohim nga afër këtë vend memorial. E këtu pranë jemi pranë pllakës përkujtimore të UÇK-s, dëshmorët e brigadës 121 Kumanova. Po shohim prej tyre se ka pas edhe shumë të ri. E kemi për shembull mentorgashin, një 15 vjeçar, gjithashtu edhe Avni Buçaj, një 19 vjeçar, e gjithashtu edhe Flamur Protection që e kemi të vitit 81. Gjithashtu që ka qenë 17 vjeçar. Janë këta të cilat kanë qenë shumë të ri kur kanë rënë dëshmor, e prej tyre do vazhdojmë të shohim edhe varrezat të cilat e kemi pranë. Jemi pranë varrit të Avni Buçaj, 19 vjeçarit, ku e kishim pak më herët edhe në pllakën përkujtimore. E kemi këtu pjesën e QR kodit që na tregon historinë e tij përmes kodit që është i vendosur këto. Avni Buçaj u lën me 15 gojë vitin 1980 në ladroc të komunës së Malisheves. Ai ishte luftëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i cili u bë ushtar duke qenë vetëm në moshën 17 vjeçare. E këtu të dashur miq, siç po shihet edhe mbrapa meje, jemi tek vetura e komandant Ismet Jasharit Kumanova. Kjo veturë e cila është përdorur gjatë luftës nga ta, e gjithashtu vlen të ceket se edhe komandanti i kësaj brigade kishte qenë edhe politikani i njohur shqiptar Fatmir Limaj, që sot njihet edhe me nofkën e tij komandant Çeliko. Pas kësaj, ne të dashur miq, po ecim poshtë fshatit për të takuar edhe dikon prej banorëve të këtij fshati, le të na thotë diçka rreth fshatit Kleq. Të dashur miq, gjatë rrugës që ne po e bëjmë këtu në fshatin Kleq këtë Malisheves, kemi rastin me i pa disa shtëpia luksoze me cilën po vrehen se mundet me qenë ose të pjesëtarëve të politikanëve që i kemi tash, ose ndoshta të mërgjimtarëve tonë që i kemi jashtë vendit. Gjithashtu, Kleqka po mbizotron një natyrë shumë të veçantë, shumë e natyrshme edhe e pastër, mujna me thonë. E gjatë rrugës që ne po e bëjmë këtu në fshatin Kleq, po tentojmë me pa dikon prej banorëve edhe me na tregu diçka rreth fshatit e tij. Rrugës që jemi të e bëjmë në fshatin Kleq të komunës së Malisheves, po e takojmë edhe Muharrem Shalën, një banor të këtij fshati. Axha Muharrem, përshëndetje. Përshëndetje. A jeni lodh? Jo, ka paksh. Çish po kaloni këtu në katon? Po si në fshat, mo qështu. Dikush me bakti, dikush qështu. Në për gërbet, kajtë të rritë. Një në shkep, në shkaj me betë, qështu matë moshës mësme, qështu dikush me bakti, dikush. Qështu me thonë tash me që si punësh. Me qa mirë ne jo? Punë e mirë me keqë. Asë punë fizike, asë si djemë jam të punë, unë shtu ka shpia. U te pe këshyrë djemë? Po i djemë, mu më një boj, po porës më në. Po ditë, ma shkur të ta në gërbet, unë qështu shka moj. Asë kam gjonë, asë me do punë shtu ka pa. Ata jetojnë në gurbet? Me të shoqën vetë të shpia. Po, ato në gurbet. Edhe njohë kam këshate të punu, ndërtim të ri, dytin e kam.
Sa shtëpia janë pak a shumë fshatin e juaj? Për shtëpi, so, me të regu të është, për që sa dhe shka janë që të, sa kusheresha i kam, me thonë 20 zia dolin, shka janë që alene në për katun, nuk e di tash, sakt. Ka shumë pak shtëpi pra. Pak se e kanë shumë, me thonë që atje në katun, këtu shka janë në luk, ka një orë dhe asfallit, zdia janë, me thonë, 5-6 shtëpi ma shumë. E pse po thu që e kanë shumë katunin? Pse e kanë shumë? Pse rruga shtije, je për punë, nësë mangat, je mjekësia, je smuja që të... E shumica që kanë dalë jashtë shtetit, qa po menon për ta? Shka me menon, kur s'ka vendjet, kur s'marat e ndolë jashtë. Ta shtë dhe këtu për cilet puna, po kur për cilet vanë, siguria është atje ma mirë, jetat, si në gërbet mu, si në gërbet, po... So, me qka mirë njerëzit tjerë këto, a mirë veç me bujqësi? Po dikush me biznis, dikush me bujqësi, dikush qështë, dikush në për gërbet, unë për veti ka shpija, unë e punë të lejta, qështë fizike, mos djemë në për gërbet, shka të më një mujnë djemë. A kështë dalë me jetu në i herë në ju shka të mbje, qështë të pone me një, di shka qështë. Në qytet, hiç s'kam barak, hiç, me konë rrethin Malisheve, se në qytet, as në banes, po kur s'ko një i mundësi. E pëse s'kishe dalë me jetu në qytet, jeta në ashtë ta majnë? Drogë zori s'muja sene, kur t'i bëjnë vjetë, që së në livrit, ma dhëtë me dalë në ashtë ta në banes me qëra, po s'jam lejnë. A din, kur drogë zori, si që shkanë thonë plesht, se për në qytet, me honë, bashkajnë Prishtinë, ose në fushka sovë ju, kur s'në ma mush me anë një zori me ta. Ose në rrethin Malisheve, që ne ma ngatë, dikon po. Qa kishe me ju thonë krejt njerëzët që dalë me jetu në për qytete, e lëshojnë katunin e ty në shka me thonë, kur e lëshojnë fshatit që s'ka, që shme thonë perspektivë, shme thonë tash, në kaktës, jeta është pak ma verëson, ore i pastër, po dimi të pak problem. Shilet rruga, jes muja, është një rast me trogë, tash shamëll dhe baj pik leqë, për fshatit leqë ki ban 2 orë, rruga presh të edhirës, një 2 orë, po 1 orë gjysë, fiks ki ban. Malisheve më shku, për thonë një rast të mjekë ose të shka. A keni pasu ma herë në i kësi rasi që... Ja, mos, po i kanë dëhe në kona, mo. Kanë bo vaki, po ju, shpesh, po, për që ta penshojnë tash. Dikush po blinë banesa, dikush kanë bon senet, dikush verës po vinë që të, po dolin po vinë vesh, për vizitojnë bari leo, ditë në pushime. Qështë të dikush më. Këtu a gjamarën përshojmë një shtëpi të gurit nalt. E kujna është kjo? Që kjo? Po. Qëtu nga të jemnë. Kjo me gurë? Po, u da konë bashkallak, që shimi konë me vllaznijë. Sa vllaznijë konë atëherë? 4. 4, e toni ende bashka i një së ndonë? Ja, në donë, ba i kemi marrë se që dhe shpijat, një në Gjermani, një 2, 3 jem kësa dhe më thonë. Djemë që e kënë qitë jashtë, në Itali, dikush në marrë qështë. E pse, Malisheva njët që rinin e vetë, fëmijët e vetë i qesin ma shumë në Itali me jetu. Pse në Itali? Se që i dilë tash, se tash atje pasu është ma siguri për punë, tash avët, që me thonë, ma siguri, ma jeta qështë. A kështë pas që a vetë të këthy djemë të në Kosovë me jetu? Po, se më zëkonë vend të unë me punë, mu qelë puna, në Kosovë me siguria ma mirë, jeta ma sigurt, se s'kam qenë mu këthy ata, me punu, kësa të qile puna, tash, kur qile të bëhen vend të sene, se kur në Evropë, sa vinë të sene, ka të dole të bëhen, po, na i hangër më vjenë, unë për 50 i kam, e djemë të me tash janë matë mirë në ku, rinia të punu, po du të me dalë në Itali, në Gjermani, dikush, Zvitër, ne, përshkall, tjetesës. Prej cilit vit është ndërtu kjo shtëpi? Kjo është para luftë më atë. Para luftë shumë. Nuk e ditë sa, veç është. Prej para luftë. Të regëm aq pak edhe sa shkon një tokë me një tokë are? Nuk di, veshtë, nuk di, qëre, unë s'kum shqit për veti. E ma herët sa u kanë? Katonit kanë shqit, po, vallohi, nuk di sakso me thonë. Se kanë morë, për s'kaj asfaltit, raj asfaltit, thënë ko vlerë, që pa vinë pa marrujnë vila që si. Biznis me hirat maj, tani peshes. Unë s'kam në të thonë. So shqit tash unë e vishtë rajnë. Nuk ditë sakt, nuk ka dzohë, vallaj vishtë më të rajnë. Ty kur e ke marru shpin tonë, sa u ka në ari?
Atëherë nuk e di që që kja amaru, unë në këtë trulli jonë, e di që të shkaru. Por kja atëherë, kur amaru kja para lufte, a mos sa ka shkuari tash, sa shka nuk di cak më të regu tash. Ja, Na kena 4.000 euro ore? Këtu a? Jo, Mali. Ja, dhe sa. Vallahaj kanë thonë që në këmë një dhe Malia tash. sa keni te? Për s'ka asfaltet te nga 3.000 që shtë këmë një, për 4.000 zdi, vallahaj. Dëbi që kanë qitë dëshanë. Që në dolë jashtë i kanë marua, kanë je këtu. Në dolë dikush ka marane, dikush aneje, pëshesin të kënë në asfalt. Me që e kemi pranë edhe një banor të këtij fshati, është Fazli Zogaj nga ky fshat, me cilën e kemi nderin dhe kënaqësinë që të bisedojmë. Përshëndetje për juve. Përshëndetje. Si jeni? Qysh po e kaloni jetën këtu në fshat? Po mirë në konkes. Qysh është jeta në fshat? Me çka mirën e? Me bujqësi mas shumëti. Me bujqësi. Po. Qysh shkon një ditë e zakonshme juja këtu me bujqësi? Po mirë shkon, mirë që shtë me bujqësi, ma mirë kjo se dikon gjeti. Prej që sa kohë mirëni ju me bujqësi? Vallaj, pej klasës parte. Prej klasës parë mirëni. Gjithë. Çka keni diçka që e kujtoni prej krejt jetës juaj qështu? Po qa me thonë, që shtë mirë në konkes. Tregom sa kreri ki këtu? Po janë dikon një 13 supa. 13. Po. Sa keni fitime prej tyre? Po e ka në kopalje vit i ri, zakonisht na mishin ma shumë i rritën për mish, kështu. Sa kushton për shembull një kilogram i mishet që ju e shetni për festa, për shembull për bajram ose diçka? Ja, kështu na zakonisht dhe vit i 3. A ne Në vitin, qysh i kanë çmimet? Në 4 euro se kena dhonë si herë. Po maksimumi 4 euro. 3 po, e kota di, kota 20. Po. E për Po shembull, në varet sa kila, me kila. Po vallaj ka pas deri 700 kila, po. 750. Pe 400 kila deri në 800 rriten. sa i bjen me kanë çmimi nëse veç i ka 700 kila? Po i bje dikon, ja ka lja 3.000. Për mbi 3.000 euro. Po. A ne qysh, a ka pas rast kur e keni shit me shumicë për shembull? Po, që po. Ka raste edhe ka që vini parasitin që tash për vitri. Në qitë kuj parasitin, thët ma thësë kilat i banë, që e ba pazarin. Se na zakonisht i qëllë këtë për fusha, jo mrena. Ja ves në fusha. E brenda vitit për shembull, nëse e mbledh me komplet vitin, sa i bjen që fitoni? Po e tash të në varet sa të supa kena për me, se në kështu më shtira lep të pinjollën i tash. Urdhna? Kështu lep të këtu na nuk i shes me këtu. Se më nërën për veti. Veç bika shkenë tu. Dhe dikon 2-13.000 euro dhe. Okej, e këshin shu për shembull fshatin për me e dojnë a i herë në qytet me jetu se Jo diçka? në edhe në qytet jetojnë apo vim punim këtu. Se jetojnë Lipjan. Në Lipjan jetoni edhe vini punoni Po, këtu në këtë punim, fshat. po. A vini veç për vikend, a vini edhe ditëve Ja, të për javës? zhdet. Ai vlavi për zhdet të shtu edhe unë e vi. Edhe I ti kena vjen. edhe shpijat i kena banesën në Lipjan, po. Vim punim të. Se mos me punu në vend të. A i shikthi me jetu tamon këto në këtë fshat? Po këtu jetojmë, shumicën e kohës të qënë. Këtu e kalim. A vini edhe fëmijët e tu për me jetu këto? A vini edhe fëmijët e tu për me jetu në fshat e krejta këto? Po, fëmija me, unë i kam 3 fëmijë, 2 kam në Itali, këtë djallin e kam të edhe me këtë djallin punim të bashkë, edhe me vllazni. Edhe djalli jot vjen për me punu për me jetu këto? Po. Nuk e kam problem. Ja, hes. Bili kneuqëm. A është ma mirë me jetu këtu në fshat apo në qytet ku jeni në Lipjan? Po për mu është ma mirë këtu, edhe për asit se ojri ndikoj. Ojri. A mu është qyteti, a mu është planë, a mu është zoti hajde bon. A e kishë këllquna herë Kosovën për me punu jashtë dikon në mërgim? Jone, ja. Pse? Nuk ish për mu, jam kon vizite e thminja, po ju. Ja, nuk ish për mu. Nuk ju ka pëlqy? Ja, hes, absolut hes. Unë Qa ju. kime ju thonë krejt trive që dalin në mërgim edhe këqyrin me punu atje me jetu? Po trive ju kisha thonë që ma mirë mu kysh këtu dikon me bujqësi se sa atje mu bon raktari dikon.
Në rregull, faleminderit shumë. Mirë, E mi se mirë, gjatë rrugës që po e bojmë këto në fshatin e Kleçkës, ne po shohim afër i kemi edhe disa toka që po shihet se janë në shitje. Prapa me po shihen edhe villa luksoze që janë të ndërtuara në këtë vend. E ne po tentojmë edhe pak ta marrim dikë në telefonat prej parcelave që i kanë të vendosura këtu për me na tregu se sa po shitet një ari tokë. Tash të dashur miq, është momenti me thirrë një numër prej pankartave të vendosura këtu që e kanë tokën në shitje, gjithashtu kanë edhe villa, edhe ne tash po tentojmë që ta marrim në kontakt njërin prej këtyre numrave, edhe të na tregoj rreth tokës së tyre. Alo, Alo, përshëndetje. përshëndetje. Eliona në telefon. Po, A më me ditë me kam po flas? po shihetin pas. Unë jam një gazetare. Jam gazetare Eliona Ajvazi prej portalit në Teren. Edhe jemi këtu në fshatin Kleçk edhe e pam numrin e juaj në pankart që shitni toka. Edhe dasha me ju pyet sa e keni çmimin e tokës. Po në Kleçka, Po, në Kleçk. ori të suka. Po një ari tokë për shembull, sa kushton? Një ori të në Kleçk kushton 3.500 euro. 3.500 euro një ari. Po, Do më thonë, këto vite është 3.500, e që shka qenë ma herët, a keni pas edhe ma herët toka? po, këto që e këna ble mas lukë të fill. Doba në lishtë e ka ble, dikon në 30 euro një ori. Sa euro? Se 30 euro një ori. Dyrin 30 euro një ari, tash është 3.500 një ari. Po, A keni edhe villa, se e pam që keni edhe villa këtu në tokën e juj? po e kemi edhe një villa. Kena, ajo është me 3 ori o bërë. Me 3 ari o barë, që i bjen krejt komplet? Urdhna? 100.000 euro. 100.000 euro, villa bashkë me 3 ari o barë. Okej, Në pjanë, po këna morë visa për biznes. në rregull u bë, faleminderit shumë. Në tonë. 3.500 euro, një ari tokë tash, e me 3 ari tokë edhe një vill 100.000 euro. Në rregull, do të thonë është një dallim kaq i madh. Në çdo katon që po shojna, secili katon e në tjetrin po vjen çmimi hala më i lartë se tjetri. Kjo po i bjen që ndoshta po i kthehet vlera edhe fshatrave tash, po që tash për tash po ndërtojnë edhe villa mbi 100.000 euro. Pra të dashur miq, kaq kishte nga materiali që kemi përgatitur sot në fshatin e Kleçkës. Për të gjithë ju që keni dëshirë të na keni në fshatrat e juaj, na shënoni në faqen tonë këtu në Facebook. Nga Kleçka, mirëmbëjtje deri në fshatin e juaj.